lidhja jonë me Zotin e plot fuqishëm është lidhja e veçantë. Realisht krijesa njeri është i vetmi, të cilit Allahu i plot fuqishëm i ka dhënë shumë privilegje, i ka bërë shumë ndere, i ka dhënë shumë mirësi. Ajo është lidhje jetësore, në të cilën asnjëherë nuk pushojmë dhe e cila asnjëherë nuk ndërpritet. Megjithatë, gjatë gjithë jetës sonë ne kemi edhe rrethana, kemi edhe kohë, kemi edhe vepra, të cilave Allahu i plot fuqishëm dhe i gjithëmshirshëm u ka dhënë vlera të veçanta. Më mirë me thonë, u ka dhënë vlera më të shtuara se sa që kanë rëndom koha, rrethanat dhe veprat. Gjatë gjithë vitit kemi ditë të caktuara në të cilat Allahu i madhruar e lëshon mëshirën e tij me bollëk, edhe më tepër se në ditët e zakonshme. U jep mundësi robërve të vetë që të përfitojnë prej asaj mëshire. I nxit, i thret dhe i stimulon që të punojnë për të arritur edhe më tepër kënaqësinë e tij, qoftë i lartësuar emri i tij. Në të vërtetë, dietarët e Islamit kanë përmendur se gjeneratat e hershme të muslimanëve i kanë pas 3 sezona, që të trijat kanë zgjatur nga 10 ditë. Dhe ato 3 i kanë shfrytzuar në mënyrë shumë specifike. Kanë qenë 10 ditët e para të muajit Muharram, pastaj 10 ditët respektivisht 10 netët e fundit të muajit Ramazan dhe 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe, muajit të haxhit në të cilin ndodhemi tani. Këto 10 ditët e para të Dhulhijhes, Allahu i madhruar i ka quajtur ejamen ma'lumat, ditë të ditura, të njohura. Dhe praktika jonë dëshmon se nganjëherë kemi mospajtime në ditën e fillimit apo përfundimit të Ramazanit, gjë e cila nuk ndodh ose rrallë ose fare rrallë ndodh që të kemi mospajtime rreth fillimit të Dhulhijhes. Dhe sipas të gjitha gjasave, njohja e këtyre ditëve dhe definimi i tyre i sakt i ka bërë që ato të quhen ejamen ma'lumat. Në anën tjetër, për vlerën e këtyre ditëve ka folur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka vënë në pah mundësinë e secilit prej neve për të përfituar atë që nuk do të mund ta përfitonte në kohë tjera. Ka vënë në pah vlerën e veprave të njëjta që në këto ditë kanë vlerë më tepër. Thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-amalu s-salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Nuk ka ditë të vitit në të cilat vepra e mirë, vepra e pranuar është më me vlerë dhe më e dashur tek Allahu fuqiplot se sa këto ditë. Dhe sahabët kur e dëgjuan këtë sqarim profetik, sikur u pajtuan në heshtje për veprat e rëndomta, mirë po patën një dilemë, e ajo ishte e formuluar në pyetjen e tyne: "Walal jihadu ya Rasulallah, a as jihadi në ditë tjera nuk mund të jetë më me vlerë se sa veprat e rëndomta më të vogla se jihadi në këto ditë?" Tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "As jihadi në ditë tjera nuk është i barazvlefshëm me ndonjë vepër të rëndomt të këtyre ditëve, përveç jihadi i atyre të cilët dalin nga shtëpia e tyre me pasurinë e tyre dhe me shpirtin e tyre, e pastaj nuk kthehen me asnjërin prej tyre." Do të thotë, vetëm sakrifica sublime, ajo e rëmjes dëshmor në rrugën e Allahut fuqiplot, e te i kalon vlerën e veprave në këto ditë. Përndryshe, këto ditë janë jashtëzakonisht të vlefshme për të mbjellur atë që shpresojmë se do ta korrim me shumë kënaqësi në ditën e gjykimit. Vlera e këtyre ditëve sipas dietarëve të Islamit mes tjera qëndron edhe për faktin se nuk ka kohë në kalendarin vjetor të muslimanëve në të cilën është pikë takimi i të gjitha ibadeteve, i të gjitha manifestimeve të përuljes dhe përkushtimit ndaj Allahut fuqiplot. Për arsye se në këto ditë e kemi haxhin. Pra, duke qenë se bëhet fjalë për muajin Dhulhijhe, atë në këto ditë është haxhi. Për ata që kanë mundësi ta kryejnë e përballojnë financiarisht dhe fizikisht, padyshim se është vlerë e madhe dhe e veçantë. Mirë po, edhe ata të cilët nuk e përballojnë haxhin dhe nuk arrin ta kryejnë, edhe për ata Allahu i madhruar ka dhënë mundësi që edhe ata të përfitojnë.
Pastaj e kemi kurbanin, qoftë kurbani që quhet udhije për ata që nuk janë haxh, ose kurbani që quhet hedji për haxhilerët, me një fjalë është një sakrificë e llojit të veçantë. Pastaj janë të gjitha ato veprime që edhe kryhen në kohë tjera. Namazi, obligueshmëria e cilit e shoqëron njeriu besimtarin gjatë gjithë kohës, i cili në këtë kohë ka vlerë më të madhe, andaj edhe shtimi i veprave, shtimi i namazit vullnetar në këto ditë, padyshim që e shton edhe vlerën e tij, është gjithashtu edhe sadakaja, e cila në çdo kohë ka vlerë të madhe, sidomos kur e kemi parasysh mundësinë që Allahu u ka dhënë atyre të cilët i ka begatuar me pasuri dhe me mundësi të ndryshme, që të dalin në ndihmë atyre të cilët megjithatë janë të privuar nga shumë nevoja elementare të jetës, e në këtë rast secili që tregohet mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot dhe shpreh gatishmërinë të dalë në ndihmë të tjerëve, ai në një farë mënyrë automatike e fiton garancinë që edhe Allahu i madhruar t'i dalë në ndihmë atij, sikur se thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është në ndihmë të robit të vet, për aq sa robi është në ndihmë të vllajt të vet. Ajo që ne mund t'u ofrojmë të tjerëve është e paktë dhe e kufizuar, krahasuar me atë që ne kemi nevojë, e cilën Allahu i madhruar na e ofron dhe e premton për neve, e që është shumë e madhe dhe me shumë vlerë. Pastaj përtej kësaj është vepër e veçantë dhe e mirë, edhe leximi i Kuranit është vepër e veçantë edhe e mirë, edhe dhikri, një prej veprave më të lehta dhe më të thjeshta, por me vlerën më të madhe, është edhe leximi i Kuranit, është edhe mbajtja e lidhjeve farefisnore. Me një fjalë, çdo vepër të cilën ne konsiderojmë se është vepër e mirë, e kryer në këto ditë, e tejkalon vlerën e saj jashtë këtyre ditëve në çdo rrethan. Duhet patur parasysh se kur jemi edhe te agjërimi, preferohet agjërimi i të gjitha këtyre ditëve, përjashtuar ditën e Kurban Bajramit, padyshim, preferohet agjërimi i këtyre ditëve, mirë po preferenca është e nënvizuar për ditën e 9, që është dita e Arafatit. Për shkak se është ditë e veçantë në një farë mënyre, duke qenë se haxhilerët e kanë veprimin kryesor, boshtin e të gjitha veprimeve dhe adhurimeve të haxhit e kanë në ditën e 9 të Dhulhixhës. Ata dalin në fushën e Arafatit të gjithë, të veshur të gjithë një lloj, më mirë me thonë të mbështjellur të gjithë një lloj, pa asgjë të kësaj dunjaje, përveç se me gjanat elementare, dhe ata e shfrytëzojnë rastin që t'i luten Allahut fuqiplot prej mesditës deri në perëndim të diellit, dhe është ditë në të cilën Allahu i madhruar më tepër mburret me robërit e vet të përkushtuar para melaçeve, duke u thonë se shifni robërit e mi në çfarë gjendje edhe në çfarë niveli të përkushtimit janë duke më lutur mua. Është ditë në të cilën gjatë gjithë vitit nuk ka ditë në cilën Zoti i gjithësisë liron më tepër njerëz prej zjarrit të xhehenemit se sa kjo ditë. Kur themi liron, kjo nënkupton njerëz të cilët eventualisht edhe mund ta kenë merituar ndëshkimin, por Allahu i plot fuqishëm me gjithë mëshirën e tij, megjithatë i fal. Për fund më duhet të kujtoj vetëm edhe një gjë shumë të rëndësishme. Kjo vlen edhe për ata të cilët janë në haxh, por edhe për ata të cilët nuk kanë patur kënaqësinë dhe nderin që të jenë këtë vit në haxh. Dita e Arafatit është dita e përqendrimit të secilit prej neve në lutjet e tij. E transmetojnë nga gjeneratat e hershme se dikush prej urtakëve të ditur, të gjeneratave të hershme, pas ka thonë: të gjitha kërkesat e mia, të gjitha dëshirat e mia, i mbledhe dhe i tuboj në formë lutjeje në ditën e Arafatit. Pastaj në ditën e Arafatit me shumë përulësi i drejtohem Zotit të plotfuqishëm me ato lutje, dhe në momentin që e kryej këtë detyrë, nuk më ka ndodhur gjatë gjithë jetës që të më arrit dita e vijuese e Arafatit, pra dita e Arafatit të vitit vijues, e që të mos më jem plotësuar të gjitha ato dëshira. Andaj, të nderuar vëllezër dhe motra, është mundësi e artë për secilin prej neve që këto ditë në tërësi të shfrytëzojmë, e përqendrimin ta kemi te dita e 9 e muajit Dhulhixhe, që është dita e Arafatit, ndërsa ditën e 10 pastaj ta shndrojmë në ditë gëzimi dhe feste. Qofshi të bekuar.